Tani duhet të merret si e mirëqen që NATO-ja nuk i pëlqen shumë presidentit amerikan. Trump ka thënë hapur që nga mandati i tij i parë, SBA nuk do të vazhdojë të ndihmojë ata që nuk përmbushin detyrimet e tyre kontraktuale me aleancën. Në mandatin e tij të dytë, presidenti amerikan ka folur disa herë sërish për aleancën e Atlantikut të Veriut. Deklarata se siguria e Evropës nuk është një çështje amerikane dhe qëndrimi se SBA-ja nuk ka asnjë detyrim të mbështesë anëtarët e NATO-s që nuk shpenzojnë siç është planifikuar, janë treguesi i asaj që po mendon Donald Trump fshetas. Tani për tani NATO, megjithatë, është një aleancë e krijuar nga SBA dhe i angazhon anëtarët e saj nën komandën amerikane në çdo rast. Nëse presidenti amerikan ka marrë vendimin të ndalojë mbështetjen financiare dhe ushtarake të aleancës specifike për të investuar këto fonde specifike të mëdha, është e vërtetë që korpusi i NATO-s pas skeletin amerikan nuk ekziston. Pyetja që lind për Evropën është kryesisht nëse ajo mund të mbështetë sigurinë e saj më vete nëse NATO pushon se ekzistuari. Mund të ndodhë që angazhimet evropiane për shpenzime të konsiderueshme të mbrojtjes që i kalojnë 800 miliardë euro dhe mobilizimi i madh nga qeveritë e vendeve anëtare tregojnë reflekse dhe synime, por nga kjo pikë deri në prodhimin e rezultateve ka një distancë edhe më të gjatë. Kërkesat për një lëvizje të tillë nuk janë vetëm të shumta, por edhe shumë stresore. Krahasuar me pagesat e tjera, shuma e fondeve të nevojshme për të krijuar një mekanizëm organizat mbrojtëse evropiane duket më e vogël, por jo e papërfillshme. Lëvizja, njoftimi i Komisionit në lidhje me programin e ReArm, i kombinuar me përjashtimet nga buxhetet e vendeve anëtare për shpenzimet e mbrojtjes, japin një sinjal se mund të gjenden fonde në Evropë. Njoftimi i kancelarit të ardhshëm të Gjermanisë se vendi i tij do të investojë shumë se $1 trilion në industrinë e mbrojtjes vendase gjatë 10 viteve të ardhshme, është treguesi drejtimit dhe vendimeve që ekonomia më e rëndësishme e kontinentit ka marrë tani më. Franca do të ndjekë të njëjtën rrugë ashtu si Britania, e cila nuk mund të lihet jashtë të nesërmen. Të njëjtën gjë kanë paralajmëruar edhe Belgjika e vendet skandinave, ndërkohë që Greqia tashmë po shpenzon fonde të konsiderueshme në këtë sektor dhe është nga të paktat që e kanë mbuluar vazhdimisht pjesëmarrjen në NATO me 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Në përgjithësi, që Evropa të arrijë një nivel të kënaqshëm të armatimit të mbrojtjes, ajo do duhet të investojë afërsisht 250 miliardë në vit, bazuar në të dhënat nga Instituti i Kielit. Ushtria. Sot SBA ka afërsisht 100.000 ushtarë në tokën evropiane në emër të NATO-s, 20.000 prej tyre mbërritën në Evropë 3 vite më parë, menjëherë pas pushtimit të Rusë të territorit ukrainas. 40.000 ushtarë amerikanë ndërrohen periodikisht në një proces që është mjaft i kushtueshëm, tashmë është përmendur nga Donald Trump, për cilin këta burra janë më të dobishëm në kufierin jugor me Meksikën, shkruan Protothema. Numri mund të duket i vogël për Evropën për ta mbuluar, por nuk është as pak i tillë. Nuk ka shumë vende ku Greqia është një nga të paktat në cilat shërbimi ushtarak është ende i detyrueshëm. Ushtritë e shumicës së kompanive të vogla dhe të mesme në Evropë, edhe pse profesionale, nuk kanë përmasat për plotësuar nevojën imediate për 100.000 ushtar plotësisht të gatshëm luftarak. Gjithashtu, përveç ushtarëve, nevojiten edhe disa mijëra personel ndihmës, gjë që rrit numrin përfundimtar. Sot NATO po promovon në mënyrë indirekte një plan për të përfshirë anëtarët e saj edhe në këtë fushë, pasi ka vendosur synimin për të përfshirë 300.000 burra në formën e një stërvitjeje në rast se kërkohet përforcimi i menjëhershëm i krahut lindor të aleancës. Ky numër nuk është i përqendruar vetëm tek evropianët, e sipas të dhënave dhe shifrave të disponueshme deri më sot, Evropa do ta ketë shumë të vështirë për t'i arritur këto shifra në 10 vite të ardhshme. Edhe pse Europa aktualisht ka më shumë se 2 milion personel të uniformuar dhe shpenzon mbi 300 miliardë për mbrojtjen e saj, është jashtëzakonisht e vështirë pa mbështetjen amerikano-NATO të arrijë të kontrollosh një ngjarje të jashtëzakonshme, siç është lufta në Ukrainë për shembull. Analistët ushtarak vërejnë se nëse Evropa vendos një forcë prej 50.000 burrash për të mbështetur ushtrinë ukrainase, do të jetë shumë e vështirë për të që të përballet për shembull me një sulm të befasishëm nga Rusia dhe vendeve balltike pa mbështetjen e Amerikës. Ky argument është edhe baza e presionit të Francës që nga viti 2018 për krijimin e një korpusi ushtarak evropian, një kërkesë që 7 vite më vonë duket se është ajo që na duhet si kontinent, megjithse koha dhe të dhënat sot nuk janë në anën tonë.